Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga samiti i Komitetit Politik Evropian në Kopenhagen, kryeministri Edi Rama vlerësoi ecurinë pozitive të Shqipërisë në negociatat për anëtarësim. Ai ia faturoi vendeve anëtare përgjegjësinë për finalizimin e këtij procesi. Ne nuk po presim, ne po vrapojmë shumë shpejt. Ne do të jemi gati shumë shpejt dhe ju takon të mëdhenjve në sallë që të mos presin më, por të na përqafojnë e të na mirëpresin se do të jemi një vlerë shumë e madhe shtuar për Bashkimin Evropian. Tha kryeministri i Shqipërisë, në lidhje me rreziqet e mundshme nga sulmet kibernetike, Edi Rama nënvizoi se Shqipëria sot ka mbrojtjen më të mirë kibernetike. Në lidhje me rreziqet e mundshme nga sulmet kibernetike, Edi Rama nënvizoi se vendi i tij ka mbrojtjen më të mirë në të gjithë Europën. Po kemi qenë objekt sulmi kibernetik, por sot kemi një nga mbrojtjet më të forta kibernetike në Europë. Ne vazhdojmë të jemi objekt i këtyre sulmeve kibernetike të Iranit dhe jemi tërkohën duke luftuar që të mos lejojmë shkelje të sigurisë sonë. Në takimin e Kopenhagenit, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani shpreu shqetësimin se 2 vjet nga sulmi terrorist serb në Banjsk ende nuk ka patur asnjë adresim përgjegjësie nga Bashkimi Evropian. Posa shënuam 2 vjetorin e agresionit serb në shtetin tim, në veri të shtetit tim, Bashkimi Evropian në vazhdimsi ka bërë thirrje për përgjegjësi, ku deri tani ka pasur 0 përgjegjësi. Është koha për të vepruar në atë që duhet, walk the talk, deklaroi Vjosa Osmani. Ajo theksoi se 2 janë kërcënimet kryesore të sigurisë për vendet e kontinentit, Rusia dhe në rajonin e Ballkanit, Serbia. Of course, consistency that is necessary from the European Union in dealing with both of these aggressors, because you cannot treat one as an aggressor and as a dictator and the other one as a partner for peace. Ka një nevojë për vijueshmëri nga Bashkimi Evropian, sepse nuk mund ta trajtosh njërin si agresore dhe diktatore e tjetrën si partnere për paqe, theksoi Vjosa Osmani para mediave në Kopenhagen. Pas sulmeve me dronë në aeroporte, kryeministria daneze Mette Frederiksen nënvizon ekzistencën e një lufte hibride. Mikpritësia e Këshillit Evropian informal që sollin në Kopenhagen liderët e 27 vendeve tha se ekziston vetëm një vend i gatshëm të na kërcënojë dhe ky është Rusia, dhe kështu na duhet një përgjigje shumë e fortë. Në Bashkimin Evropian, shtoi ajo, të gjithë duhet të riarmatosemi. Tensionet janë të larta pas inkursioneve të fundit të avionëve dhe dronëve rus në Estoni dhe Poloni. Megjithatë, ato mbi qiellin danez ende nuk janë zyrtarisht të lidhura me Moskën. Vendosja e forcave ajrore franceze, suedeze, gjermane dhe britanike për të ndihmuar Kopenhagenin në mbrojtjen e qiellit mbi sa më i tregon nivelin e shqetësimit. Jemi në një skenar provokimi, tha kryeministri italiane Giorgia Meloni, e cila u bëri thirrje të gjithëve të ruajnë qetësinë. Nuk mendoj se duhet të përgjigjemi provokimeve, duhet të përgatitemi. Kjo është sigurisht e vërtetë, tha kryeministri italiane. Ajo nënvizoi se duhet të kujtojmë se kufijtë e aleancës janë shumë të gjerë. Nëse bëjmë gabimin të përqendrohemi vetëm në krahun lindor dhe të harrojmë krahun jugor, rrezikojmë të mos jemi vendimtar, tha shefja i qeverisë italiane. Edhe Spanja, ndërsa shprehu solidaritet me vendet e vijës së parë, theksoi nevojën për të ruajtur një vizion 360 gradë pa haruar frontin jugor. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa në konferencën për shtyp pas samitit të Kopenhagenit theksoi nevojën e miratimit të një qasje 360 gradë dhe t'i konsiderojmë kufijtë të antijashtëm si kufijtë përbashkët në lindje, veri, jug dhe perëndim. Ai gjithashtu përsëriti se për të gjithë kërcënimi më i madh me të cilin po përballemi tani vjen nga Rusia, veçanërisht në krahun lindor. Si rrugëzgjidhje, Costa kërkoi që Komisioni të marrë përsipër kontroll politik gjithnjë më të madh mbi vendimet përmes përfshirjes më të madhe të ministrave të mbrojtjes me takime më të shpeshta në ndërtimin e komisioneres Kaja Kallas. Muri i dronëve dhe forcimi i krahut lindor janë projekte që morën mbështetjen më të madhe nga udhëheqësit midis atyre të propozuara nga Komisioni si prioritete në dokumentin e ndarë me kryeqytetet dhe që formuan bazën e diskutimit në Këshillin Informal të Bashkimit Evropian mbajtur në Kopenhagen. Brenda 2 javësh, Ursula von der Leyen dhe përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas pritet të paraqesin planin për mbylljen e boshllëqeve në mbrojtjen europiane deri në vitin 2030. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.